Ashtu Partia Demokratike ka thënë që me krenari ka firmosur një kontratë të tillë që është një dhuratë nga patriotët shqiptar në Amerikë kanë bërë për PD. Patriotët shqiptar në Amerikë kanë bërë PD. Sjella na përgjigjë sipas PD-s për të negociante për këtë financim. Mund të jetë thjesht po them çfarë ka thënë PD-ja zyrtarisht. Ja, tani të fillojmë debatin vetëm dhe një serie. Ka një vetëm them. Elida, çdo më thon garant për pagesën. Garant për pagesën do të thotë që nëse Partia Demokratike ka ngërç ekonomik, pra i bllokohen fondet, nuk ka lek, ka harxuar shumë për fushatën etj, subjekti që është i treti, zoti Nuredini ka garanci Nuredin Seçi, ky që është ka pasuri të mjaftueshme. Pra nuk ka burimi i parave që do shkojnë. Unë nuk e di këtë, unë po them pyetja ishte teknike, çfarë do të thotë? Teknike, çfarë do të jesh garant? Garant do të thotë që është dikush që ka në rast se ti nuk paguan parat për ty. Okej. Pra, do më thënë, jo se i paguan Nuredin Seçi këto para. Jo, i paguan vetëm në rastin se ti... Blokohet pagesën në rrugën... Blokohet pagesën për shkak të ndryshme. Është lënë e qëllimshme, evazive, do shkojnë parat, të kujtë e japit. Shqipës Dorzanës. Para Dorzanës. Ne, unë e gjithë në këtu, do i dhurojmë parat tani? Do thotë mund të kemë kotizacionin e antarësisë, apo do vim para nga Shqipëria, nuk e dim. Nuk e dim pra. Pra është një kontratë... Shiko, zotë Shehi, ka një... Sula, më falë. Ka një... Partia Demokratike ka eksperiencë me lobingjet. Dy nga lobingjet më të mëdha të Partisë Demokratike është në vitin 2023, kur Sali Berisha nënshkroi një kontratë pro bono me një kompani amerikane, e quajtur Pram Policy Group, për të zbuluar ndikuesit dhe arsyet e shpalljes së tij non grata. Po, dakor. Nga SBA-ja. Por nuk është nga Partia Demokratike, është individ. Është personale. Mirë pra mirë, mos e ngatrojmë gjërat. Tani edhe kjo nëse është kamufluar në emër të Partisë Demokratike për interesa personale të non gratës, prapë nuk e dim. Okej, në këtë kontratë nuk u nënshkruan pagesa monetare. Zoti Berisha do t'rregua pak më furbo. Çfarë ndodhi me të kaluarën në PD? Ne e dim shumë mirë procesi që u mor zoti Basha, Erben Ristani që shkuan prokurori për vitesh, për të dhënë deklarata në lidhje me lobimin që ishte bërë me Shtetet e Bashkuara me Muzinin, dhe një çështje e tillë, me sa unë kam informacion, u mbyll nga prokuroria e Tiranës për mungesë provash, u ndan prokurorët në çështjen në fjalë dhe asnjëri nuk mori përsipër të dënojë dhe të shkojë deri në fund procesit për lobimin, i cili ishte shumë i dyshim. Dhe çfarë doli si konkluzion atë kohë? Doli që paratë kishin dalë dhe kishin ardhur me valixha. Dhe Muzini, që ishte një nga dëshmitarët kyç në momentin që u thirrën nga ambasada amerikane dhe nga Shtetet e Bashkuara për të dëshmuar për llogaritë të prokurorisë shqiptare, ata kërkuan vetëm një kusht, që Muzini, si shtetas amerikan, të mos arrestohet nga prokuroria shqiptare. Pra të merret në pyetje për llogaritë e hetimit, por të mos arrestohet. Dhe një çështje e tillë nuk u zbart kurrë. Pavarësisht se kjo gjë i ka shërbyer Partisë Demokratike si një rast shumë i mirë për të nxjerrë ca leksione në lidhje me lobingjet, sot ne kemi një material tjetër që vjen prapë PD, vetëm pak kohë para fushate,